Data 10 prill, Levitiku, kapitulli 14. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Ky është ligji i lidhur me lebrozin për ditën e pastrimit të tij. Ai do t'i çohet priftit. Prifti do të dalë nga kampi dhe do ta vizitojë atë, dhe në qoftë se plaga e lebrës i është shëruar lebrozit, prifti do të urdhërojë të merren për atë që do të pastrohet 2 zogj të gjallë dhe të pastër, dru kedri nga skarlati dhe hisopi. Prifti do të urdhërojë që të therret një nga zogjt në një enë prej argjili me ujë të rrjedhshëm. Pastaj do të marrë zogun e gjallë, drurin e kedrit, skarlatin dhe hisopin, dhe do t'i zhyt me zogun e gjallë në gjakun e zogut të therrur në ujë të rrjedhshëm. Do ta spërkat pastaj 7 herë mbi atë që duhet të pastrohet nga lebra. Do ta shpallë atë të pastër dhe do ta lërë të shkojë të lirë nëpër fusha zogun e gjallë. Ai që duhet të pastrohet apo të lajë rrobat e tij do të ruajë tërë qimet e tij, do të lahet në ujë dhe do të jetë i pastër. Pas kësaj mund të hyjë në kamp, por do të qëndrojë 7 ditë jashtë çadrës së tij. Ditën e 7 do të ruajë tërë qimet e kokës së tij, të mjekrës së tij dhe të vetullave të tij. Do të ruajë shkurt të gjitha qimet e tij, do të lajë rrobat e tij dhe do të lajë trupin e tij në ujë dhe do të jetë i pastër. Ditën e 8 do të marrë 2 qengja patëmeta, 1 qengj femër 1 vjeçar patëmeta, 30 efe majmjelli të përziera me vaj, si një ofertë ushqimi dhe 1 log vaj, dhe prifti që kryen pastrimin do të paraqesë atë që duhet pastrohet dhe të gjitha këto gjëra para Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Pastaj prifti do të marrë 1 qengj dhe do ta ofrojë si flijim riparimi me logun e vajit dhe do t'i tundë si një ofertë e tundur para Zotit. Do ta therr pastaj qengjin në vendin ku theren flijimet për mëkatin dhe holokaustet, në vendin e shenjtë, sepse si flijim riparimi i përket priftit, kështu është flijimi për mëkatin. Është gjë shumë e shenjtë. Prifti do të marrë pak gjak nga flijimi i riparimit dhe do ta vërë në skajin e veshit të djathtë të atij që duhet të pastrohet, mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë. Pastaj prifti do të marrë pak vaj nga logu dhe do ta derdhë mbi pëllëmbën e dorës së tij të majtë. Pastaj prifti do të ngjyej gishtin e dorës së tij të djathtë në vajin që ka në dorën e majtë dhe me gishtin do të spërkat 7 herë pak vaj përpara Zotit. Dhe nga mbetja e vajit që ka në dorë, prifti do të vërë pak në skajin e veshit të djathtë të atij që duhet pastrohet, mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë, në vendin ku ka vënë gjakun e flijimit të riparimit. Mbetjen e vajit që ka në dorë, prifti do ta vërë mbi kokën e atij që duhet pastrohet. Kështu prifti do të bëjë për të shlyrjen përpara Zotit. Pastaj prifti do të ofrojë flijimin për mëkatin dhe do të bëjë shlyrjen për atë që do të pastrohet nga papastërtia e tij. Pas kësaj do të therrë holokaustin. Prifti do të ofrojë holokaustin dhe blatimin e ushqimit mbi altar. Kështu ai do të ketë mundësi të bëjë për të shlyrjen dhe ai do të jetë i pastër. Në rast se ky person është i varfër dhe nuk mund t'i sigurojë këto gjëra, do të marrë vetëm 1 qengj për ta ofruar si flijim për shkeljen e kryer, si një ofertë të tundur për të bërë shlyrjen për të, dhe 1/10 të efës majmjellit të përzier me vaj si blatim ushqimor, 1 log vaj dhe 2 turtuj apo 2 pëllumba të rinj sipas mundësive të tij. Njëri do të jetë për flijimin për mëkatin dhe tjetri për holokaustin. Ditën e 8 do t'i çojë për pastrimin e tij këto gjëra priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes përpara Zotit. Dhe prifti do të marrë qengjin e flijimit për shkeljen dhe logun e vajit, dhe do t'i tundë si një ofertë e tundur përpara Zotit. Pastaj do të therrë qengjin e flijimit për shkeljen e kryer. Prifti do të marrë pak gjak nga flijimi për shkeljen dhe do ta vërë në skajin e veshit të djathtë të atij që do të pastrohet, mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë. Prifti do të derdhë pak vaj mbi pëllëmbën e dorës së tij të majtë, dhe mbi gishtin e dorës së tij të djathtë, prifti do të spërkas 7 herë pak nga vaji që ka në dorën e tij të majtë përpara Zotit. Pastaj prifti do të vërë pak nga vaji që ka në dorë mbi skajin e veshit të djathtë të atij që duhet të pastrohet, mbi gishtin e tij të madh të dorës së djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë, në vendin ku ka vënë gjakun e flijimit të shkeljes. Mbetjen e vajit që ka në dorë, prifti do ta vërë mbi kokën e atij që do të pastrohet për të bërë shlyrjen për të përpara Zotit. Pastaj do të ofrojë 1 nga turtujt, a 1 nga të 2 pëllumbat e rinj sipas mundësive të tij. Do të ofrojë atë që ka mundur të sigurojë,
njërin si flijim për mëkatin dhe tjetrin si holokaust, bashkë me blatimin e ushqimit. Kështu prifti do të bëj shlyerjen përpara Zotit për atë që do të pastrohet. Ky është ligji për atë që është prekur nga plaga e lebrës dhe nuk ka mjet për të siguruar atë që kërkohet për pastrimin e tij. Dhe Zoti i foli Mojsiut dhe Aronit, duke thënë: Kur do të hyni në vendin e Kanaanit që unë ju jap në pronësi, në rast se dërgoj plagën e lebrës në një shtëpi të vendit që është prona juaj, i Zoti i shtëpisë do të shkojë t'ia deklaroj priftit duke thënë: Më duket se ka një far plagë në shtëpinë time. Atëherë prifti do të urdhërojë që të zbrazet shtëpia para se ai të hyjë për të shqyrtuar plagën, me qëllim që gjithçka që ndodhet në shtëpi të mos bëhet e papastër. Pastaj prifti do të hyjë për të ekzaminuar shtëpinë. Do të ekzaminojë pastaj plagën. Në qoftë se plaga që ndodhet mbi muret e shtëpisë ka disa zgavra të gjelbra apo të kuqërreme, që duken më të thella se sipërfaqja e mureve, prifti do të dalë nga shtëpia te porta dhe do ta mbyll shtëpinë për 7 ditë. Ditën e 7, prifti do të kthehet dhe do ta ekzaminojë shtëpinë. Në rast se plaga është përhapur në muret e shtëpisë, prifti do të urdhërojë që të hiqen guret mbi të cilët ndodhet plaga dhe do t'i hedhin në një vend të papastër jashtë qytetit. Pastaj do të urdhërojë që të kruhet pjesa e brendshme e shtëpisë rreth e qark dhe do ta hedhin suvan që kanë rrëzuar jashtë qytetit në vend të papastër. Pastaj do të marrin gurë të tjerë dhe do t'i vënë në vendin e të parëve dhe do të marrin gëlqere tjetër për të suvatuar shtëpinë. Por në rast se plaga shpërthen përsëri në shtëpi, pasi janë hequr gurët dhe pasi shtëpia është kruar dhe është suvatuar përsëri, prifti do të hyjë për të kontrolluar shtëpinë. Në qoftë se plaga është përhapur në shtëpi, kemi një lebër të keqe në shtëpi. Kjo është e papastër. Prandaj, do ta shem shtëpinë dhe do t'i çoj gurët, lëndën e drurit dhe suvan jashtë qytetit në një vend të papastër. Përveç kësaj, kushdo që hyn në shtëpi gjatë gjithë kohës që ka qenë mbyllur, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kush flen në shtëpi, do të lajë rrobat e tij, po kështu ai që ha në shtëpi do të lajë rrobat e tij. Por në qoftë se prifti hyn në shtëpi dhe e kontrollon dhe plaga nuk është përhapur në shtëpi pasi është suvatuar, prifti do ta shpallë atë të pastër sepse plaga është shëruar. Pastaj për të pastruar shtëpinë, do të marrë 2 zogj, dru kedri, skarlat dhe hisop. Do të therr pastaj një nga zogjt në një enë argjili me ujë të rrjedhshëm dhe do të marrë drurin e kedrit, hisopin, skarlatin dhe zogun e gjallë dhe do t'i zhyt në gjakun e zogut të therrur dhe në ujë të rrjedhshëm dhe do ta spërkat shtëpinë 7 herë. Kështu do ta pastrojë shtëpinë me gjakun e zogut, me ujin e rrjedhshëm, me zogun e gjallë, me drurin e kedrit, me hisopin dhe me skarlatin, por do ta lërë zogun të ikë i lirë jashtë qytetit në përfusha. Kështu do të bëj shlyerjen për shtëpinë dhe kjo do të jetë e pastër. Ky është ligji për çdo plagë të lebrës dhe të qeres, për lebrën e rrobave dhe të shtëpisë, për entjet, puçrat me qelb dhe njollat e shndritshme, për të mësuar kur një gjë është e papastër dhe kur është e pastër. Ky është ligji për lebrën. Psalmi 17. O Zot, dëgjoj një çështje të drejtë. Dëgjoj me vëmendje britmën time. Dëgjoj lutjen time që nuk vjen nga buzë mashtruese. Ardh mbrojtja ime nga prania jote. Sytë tu pafshin atë që është e drejtë. Ti e ke hetuar zemrën time. E ke vizituar natën. Më ke vënë në provë dhe nuk ke gjetur asgjë. Kam vendosur të mos më katoj me gojën time. Për sa u përket veprave të njerëzve, për fjalën e buzëve të tua, jam ruajtur nga rrugët e njerëzve të dhunshëm. Hapat e mi kanë qëndruar të sigurt në shtigjet e tua dhe këmbët e mia nuk janë lëkundur. Unë të drejtohem ty, o Perëndi, sepse ti mi plotson, zgjat veshet e tu ndaj meje, dëgjoj fjalët e mia. Trego mirësinë tënde të mrekullueshme. Ti, që me të djathtën tënde i shpëton nga kundërshtarët e tyre ata që gjejnë streh pranë teje. Më ruaj si beben e syrit, më mbulon në hijen e krave të tu, nga të pabesat që më shtypin dhe nga armiqt për vdekje që më rrethojnë. Zemrat e tyre janë fortësuar. Goja e tyre flet me arrogancë. Tani na kanë rrethuar, ndjekin hapat tanë, na ngulin sytë e tyre për të na rrëzuar. Armiku im i përngjan një luani që digjet nga dëshira që të shqyej, dhe të një luani të vogël që rri në prit në vendet e fsheta. Qohu o Zot, bëj ballë, rrëzoje, çliro shpirtin tim nga i pabesi me shpatën tënde.
O Zot, më çliro me dorën tënde nga njerëzit e kësaj bote që kanë pjesën e tyre në këtë jetë dhe barkun e të cilëve ti e mbush me thesaret e tua të fsheta. Bitë e tyre ngopen dhe u lën fëmijëve të tyre ato që mbetet nga pasuritë e tyre. Sa për mua, për hir të drejtësisë, do të shoh fytyrën tënde. Do të ngopem nga prania jote kur të zgjohem. Fjalët e urta. Kapitulli 28. I pabesi ikën me vrap, edhe nëse askush nuk e ndjek, por i drejti është i sigurt si një luan. Për shkak të mëkatit të një vendi, shumë janë të parët e tij, por me një njeri me mend që ka dituri, shëndrueshmëria e tij vazhdon gjatë. Një i varfër që shtyp të mjerët është si një shi me shtamba që nuk jep bukë. Ata që braktisin ligjin lëvdojnë të pabesët, por ata që zbatojnë ligjit i luftojnë ata. Njerëzit e këqij nuk e kuptojnë drejtësinë, por ata që e kërkojnë Zotin, kuptojnë çdo gjë. Më i mirë është i varfri që ecën në ndershmëri nga njeriu i paqëndrueshëm që ndjek rrugën dredha edhe kur është i pasur. Kush zbaton ligjin është një bir me mend, por shoku i grykësve turpëron atin e tij. Kush i shton pasuritë e tij me fajde dhe me fitime të padrejta, i mbledh për atë që i vjen keq për të varfrit. Në rast se dikush e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin, vetë lutja e tij do të jetë një gjë e neveritshme. Kush i fut njerëzit e drejtë në një rrugë të keqe, do të bjerë vetë në gropën e tij, por njerëzit e ndershëm do të trashëgojnë të mirën. I pasuri mendon se është i matur, por i varfri që është i zgjuar e këshur fund dhe krye. Kur të drejtët triumfojnë, ka lavdi të madhe, por kur mbizotërojnë të pabesët, njerëzit fshihen. Kush i fshesh shkeljet e tij, nuk do të ketë mbarsi, por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën. Luma i njeri që ka frikë vazhdimisht nga Zoti, por ai që e fortëson zemrën e tij do të bjerë në fatkeqësi. Një i pabes që sundon mbi një popull të varfër është si një luan që ulërin dhe një ari i uritur. Një princ pa mend zhvat shumë, por ai që urren fitimin e pandershëm ka për t'i zgjatur ditët e tij. Njeriu mbi të cilin rëndon një vrasje do të turret deri në varr. Asnjë të mos e ndihmoj. Ai që ecën me ndershmëri do të shpëtohet, por njeriu i paqëndrueshëm që ndjek rrugë dredha do të rrëzohet befas. Kush punon tokën e tij do të ketë bukë me bollok, por kush jepet pas kotësive do të ketë varfëri të madhe. Njeriu besnik do të mbushet me bekime, por ai që nxiton të pasurohet nuk do të jetë pa faj. Nuk është mirë të kesh parapëlqime personale. Njeriu kryen mëkat për një copë bukë. Njeriu me sy të keq dëshiron të pasurohet shpejt, por nuk e kupton se do ta pllakos varfëria. Kush shërton dikë ka për të gjetur pastaj favor më të madh se ai që i bën lajka me fjalë. Kush vjedh atin e tij dhe nënën e tij dhe thot nuk është mëkat, është shoku i atij që shkatërron. Kush e ka zemrën të fryrë nga krenaria nxit grindje, por ai që ka besim te Zoti do të ketë mbarsi. Kush i beson zemrës së tij është budalla, por ai që ecën me urtësi do të shpëtojë. Ai që jep të varfrit nuk do të ketë kurrë nevojë, por ai që i mbyll sytë e vet do të ketë shumë mallkime. Kur të pabesët lartohen, njerëzit fshihen, por kur vdesin, të drejtët shumohen. 2 e Thesalonikasve, kapitulli 2. Por ju lutem jo vëllezër, lidhur me ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht dhe me tubimin ton drejt tij, të mos lëkundeni shpejt nga mendja, as të turbulloheni prej fryme, as prej fjale, as prej letre, gjoja të shkruar prej nesh, sikur të kishte ardhur dita e Krishtit. Askush të mos ju mashtrojë në asnjë mënyrë, sepse ajo ditë nuk do të vijë pa ardhur më parë rënja dhe pa u zbuluar njeriu i mëkatit, biri i humbjes, kundërshtari, ai që ngre veten lart mbi gjithçka që quhet Perëndi ose objekt adhurimi, aq sa të ulet në tempullin e Perëndis si Perëndi, duke e paraqitur veten se është Perëndi. A nuk ju bie ndërmend se kur isha ende ndër ju a thoja këto? Dhe tani e dini atë që e ndalon të zbulohet në kohën e vet. Sepse misteri i paullësisë është tashmë në veprim, duke pritur vetëm derisa të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti. Dhe atëherë do të zbulohet ky i paull, të cilin Zoti do ta zhduk me hukatin e gojës së tij dhe do ta asgjësoj me të dukurit e ardhjes së tij.
Ardhja e atij të paudhit do të bëhet sipas veprueshmërisë së Satanit me çdo vepër të fuqishme, shenja dhe mrekulli të rreme, dhe me çdo mashtrim pa drejtësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan dashurinë për të vërtetën që të shpëtoheshin. Dhe prandaj Perëndia do të dërgojë atyre veprim kobimi që t'i besojnë gënjeshtrës, që të gjykohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, por pëlqyen padrejtësinë. Por ne kemi detyrë ta falenderojmë Perëndin për ju o vëllezër të dashur nga Zoti, që Perëndia ju zgjodhi që në fillim për shpëtim, në shenjtërimin e frymës dhe të besimit në të vërtetën, tek e cila ju thirri me anë të ungjillit ton, që të arrini të merrni lavdinë e Zotit ton Jezu Krisht. Prandaj vëllezër, shndroni dhe ruani traditat që keni mësuar, qoftë me anë të fjalës, qoftë me anë të letrës son. Dhe ai vetë, Zoti ynë Jezu Krisht dhe Perëndia ati ynë që na deshi dhe na dha ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë të mirë me anë të hirit, i ngushëlloft zemrat tuaja dhe ju përforcoft në çdo fjalë e punë të mirë.